Në vazhdën e aktiviteteve që mbahen me rastin e 12 qershorit ditës së çlirimit të Ferizajt, u zhvillua turneu në volejboll në kategorinë e femrave nga 7 institucione të komunës së Ferizajt. Ky aktivitet nga pjesëmarrëset u cilësua atraktiv, duke thënë se përveç aktivitetit sportiv, po u jepet mundësia të njihen me njëra tjetrën. Do me thonë, së është hera parë që e majmë këtë garë, edhe unë ma shumë kisha me qujtë mitësore dhe institucionale se në kuptimin nga rusë. E dihet që qëllimi garës është që dikush ta fitoj vendin e parë, po qëllimi ma kryesor është që ne do të krijojmë një mitësi me gjitha institucionet, edhe aq më shumë do të krijojmë raporte përveç zyrtare edhe shoqërore. Komunës toni ka mungu këto organizime ma herët, kështu që mirë që organizohen, për 17 shkort kena pas qështu një lojë, jemi kanë ma dopë, që ta është jemi forcu, kështu që na kena me fitu. Shumë mirë, do t'ishte më mirë, po t'ishte më ekipe më shumë, po shpresojmë hera tjera. E ka një konkurrent këtë rast? Policin, si zakonisht. Udhëheqësi për sport në Ferizaj Bashkim Haxhi Musa tha se ky turne ka për qëllim përfshirjen e gjinisë femrore në aktivitete sportive. Na e kemi përzgjedhën turneun e institucioneve, si janë turne që mbahet që 5 vite, edhe janë institucionet publike komunale, ashtu i quajmë ne, është gjinia femnore gjenerata e mesme. Ky turne gjithherë po merr për mos pak më gjanë se qysh kur kemi startuar. Mendoj që është i pëlqym, se është i përkrahur nga institucionet dhe mendoj që vite tjera të jetë më masovik për shkak se po shihet interesimi i institucioneve për pjesëmarrjen në turneun e voleybollit. Në këtë turnir, vendin e parë e zuri ekipi lojtareve të policisë rajonale të Ferizajt, vendin e dytë lojtarët e gjykatës themelore të Ferizajt, kurse vendin e tretë ekipi spitalit rajonal të Ferizajt.